I javës ishte pa diskutim akti normativ I qershorit, ku edhe një herë tjetër ekonomia e cila po rritet përtej parashikimeve duke sjellë të ardhura përtej parashikimeve, na dha mundësinë që të dalim me një sër masash në shërbim të drejt për drejt të njerëzve dhe në respekt të gjithë atyre që kërkojnë me shumë të drejt akoma më shumë nga qeveria dhe nga shoqëria përmes qeverisë. Aprovuam një bonus për pensionistët, një kujtesë këtu se duhet kujtuar hera herës në një gjë, edhe pse kujtesa bëhet gjithmonë më e shkurtër dhe gjithmonë më shumë janë ata që nuk duan t'ia dinë se nga po vim, por e thot bukur Churchilli që kush harron se nga po vjen nuk ka iden se ku po shkon. Kujtesa është që vjet u tha që bonusi I pranverës për pensionistët, I cili kishte të njëjtën logjik, pra rritjen e ekonomisë dhe parimin që në momentin kur ekonomia rritet dhe ne arrim t'i plotësojmë ato që kemi parashikuar e na mbetet diçka, ajo që mbetet duhet ndahet me ata që kanë më shumë nevojë dhe pensionistët janë në radhë parë. Ata e bënin për fushat, thanë. Jo, ne nuk kemi asnjë fushat, fushatën tjetër e kemi në 2029, kështu që pensionistët morën një tjetër bonus ku u fut edhe çdo qindark e përfituar nga rritja e panatyrshme e çmimit të naftës si rezultat I krizës së luftës mes Shtetit Bashkuara, Izraelit dhe Iranit dhe asaj që ndodhi në rripin e Hormuzit. Pra, ne nuk futëm në buxhet asnjë qindark që erdhi më shumë nga taksat mbi naftën, por u dham ato pensionistëve. Po kështu ne vendosëm në dispozicion të smurve me kancer 15 milion euro të tjera për medikamentet e tyre. Dhe vendosëm po ashtu rritjen e pagave të mjekëve të urgjencës, herojnë të vërtet. Vendosëm rritjen e garancisë sovrane për programin kombëtar që fillon shpejtit të dyfishimit të ndërmarrjeve. Vendosëm dyfishimin e mbështetjes për personat me aftësi të kufizuar, vendosëm dyfishimin e mbështetjes për fëmijët me aftësi të veçanta. Kujtoj se vjet fal edhe një gafe që u bëra për cilën kërkova ndjesë u bë problem çështja e fëmijëve autik. Unë u zotova në ato fushat se do ta dyfishonim mbështetjen për ta dhe e bëm. Ashtu si kundër u dham edhe kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuar apo të fëmijëve me aftësi të veçanta një mbështetje që ata e kërkonin prej kohësh, pa llogaritur këtu pastaj edhe pjesë të tjera që shkuan në drejtim të zhvillimit rural dhe të zhvillimit urban.